Surfisti vdes pas sulmit të peshkaqenit në Kaledonian e Re. Trupi pa jetë i një burri 55 vjeçar i sulmuar nga një peshkaqen ndërsa bënte surfugje të dielën 22 shkurt në një plazh në Noumea, Kaledonian e Re. Zbulimi i tmerrshëm u bë nga ekipi një varke argëtimi i cili ka njoftuar autoritetet. Plazhi në jug të Noumeas u evakua për të lehtësuar punën e ekipeve të shpëtimit, cilët u bën thirrje banorëve të tregojnë kujdes të jashtëzakonshëm. Viktima ishte mjek në dhomën e urgjencës dhe sipas një burimi policor pësoi lëndime fatale nga një kafshim peshkaqeni. Prokurori i çështjes tha se është planifikuar një autopsi dhe se ai ka thirrur një dëshmitar për të dëshmuar. Sulmi ndodhi pas shirave të rrëmbyeshëm që kanë goditur Kaledonian e Re ditë e fundit, një fenomen meteorologjik që rrit rrezikun e afrimit të peshkaqenëve në Bregdet. Ansevata është një gjë që tërheq shumë entuziast amator të sporteve ujore. Në fillim të vitit 2023, 3 sulme peshkaqenësh ndodhën në të njëjtën zonë brenda pak javësh, duke rezultuar në vdekjen e një turisti australian, shkruan CNN.